Çka konsiderohet gjuna e madhe? Dëgjoni tash për me ditë se Sulejmanin men ke, ama është një definicion, është një përkufizim, është një përmbajtje. Gjuna i madh quhet çdo gjuna që është përmend në fund të gjunait. Kush e ban këta, Zoti ka përgatit zjarr. Mallkimi i Allahut qoftë. Ka gjëna penale për këtë njeri. Nuk e nin erën e xhenetit. Zoti nuk e shikon kështu, minjëherë kupton se këto është gjuna e madhe. Kur thot pejgamberi, kush e ban që gjuna, Allahu nuk e shikon, e kupton se gjuna e madhe. Se Allah për gjuna të vogël nuk e përmend këtë kërcënim. Për shembull ka thonë pejgamberi, kush e ban këtë gjuna, nuk ka me një erën e xhenetit, edhe pse era xhenetit një të larg, ta ban me dije si mesazh gjuna e madhe. Kush e ban këta ka me në xhenem, e merr vesh gjuna e madhe. Shembull. Qati Rahim, ai që shkëput lidhet farfisnore, ka në hadith nuk futet në xhenet. E merr vesh, kush nuk i mban lidhet farfisnore, nuk i në xhenet. Gjuna e madhe. Mos më shku te daja, te tezja, te halla, te haxha, te kusha, te mesa. Është mëkat i madh. Jemi urdhëruar nga Allahu mi bëj lidhjet. E merr vesh se kush i shkëput lidhjet farfisnore nuk futet në xhenet. E që s'ka me në asnjëherë, ama shumë rrezik. A e kuptuat? Kjo është gjuna i madh, definicioni ku ka zjarr, kërcënim, i dhrohet Zoti, e ka përzon nga rahmeti vet. Nuk e nin erën e xhenetit, e kështu me radhë, kjo na ban me di se është nga gjunat e mëdha.